Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Pas namazit sabahu dola me ecë në malin e Gazibabës. Kur dola me ecë nuk binte shi. Po pastaj ndërkohë filloi të binte nga pak shi. Dhe rrugës u takova me dy persona që zakonisht ata dalin me ecë në malin e Gazibabës dhe shpesh takohemi duke ecë në shtigjet e malit e Gazibabës. Si filloi duke ra shi nga pak, sikur të duke ra tash, njëri prej tyre është një zejtar i njohur në qashin e Shkupit. Kishte çadër me vete. Tha hoxha, a nuk morët çadër me vete? Amrell. I thash kur dola nga xhamia nuk binte shi. Dhe mendova se nuk do ketë nevojë. Para e dyta, jam afër nëse bie shi, ndoshta ja arrit të shpëtoj pa u lagur shumë. Cile qoftë, kur e pa se s'kam ombrell çadër, e mori të vetën dhe tha hoxha merre timen, se unë kam kapulaçën që mbron nga shiu. E falëndrova për gjestin dhe nuk e mora. Mirë pa që dua të ndaj me ju është kujdesi, respekti, shërbimi të cilin ai ofroi këtë moment ndaj meje. Unë nuk e shfryzova situatën që ta marr ambrellën e tij, çadrën e tij e ta lë atë në shi, sepse nuk ma ka borx. Mirë po nuk mund të harroj këtë gjest të tij. Çka do me thonë me këtë tregim që ndodhi realisht para 10-15 minutave. Gjithë na momentin kur tregojmë kujdes për njerëzit, ofrojmë shërbimet tona, ndihmën tonë, asistencën tonë, ata nuk kanë me haru. Kjo është madhështore. Mirë po më madhështore se kjo është se ajo shkruhet, regjistrohet në regjistrin e veprave të mira të Allahu. Dhe nëse na nuk e harrojmë, Allahu edhe më parë nuk e harron. Nëse na e vlerësojmë, Allahu edhe më shumë e vlerëson. Nëse ne do e marrim mend për t'ia shpërbly, Allahu edhe më shumë shpërblen. Andaj çdo grimse veprave të mira që e bëjmë ndaj njerëzve, e marrim shpërblimin për Allahut, pastaj normalisht shpërblehemi edhe për njerëzve. Ta kultivojmë këtë kujdes për njëri tjetrin dhe të mundohemi të jemi në shërbim të secilit sipas mundësive dhe rrethanave që gjendemi na. Zoti shpërblet. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.